Selamu alaikum miq dhe mirë se jemi në rrëfime profetike. Rrëfimi i sotëm në fakt ka një titull mjaft intrigues. Titullohet Gënjeshtrat e Ibrahimit. Ibrahimi dihet një prej profetëve më të nderuar, njerëzve më të zgjedhur, njerëzve më të besnik. Dhe është disi habitshme që me këtë titull të vijë ngjarje, me cilës jo vetëm do kuptojmë ngjarjen, por do kuptojmë edhe shumë urtësi. Pse titullohet kështu? Çfarë ka ndodhur me Ibrahimin alayhis salam që kjo ngjarje titullohet Gënjeshtrat e Ibrahimit? Dhe për të kuptuar mesazhin që përcjell kjo ngjarje, çfarë ka dashur t'ju tregoj profeti alayhis salam shokëve të tij dhe përmes tyre të gjithë besimtarëve deri në ditën e gjykimit, do të dëgjojmë këshillat e Hoxhës nderuar Ahmet Kalaja. Hoxh, selam aleikum mirë se vini. Selam, Allah mirë se vjen. Hoxh, vërtet çfarë është kjo historia e Ibrahimit alayhis salam që në këtë rast vjen në gënjeshtrë? Gënjeshtra këtu nën kupton gënjeshtrën le të themi e lejuar ose atë gënjeshtrën e bardhë që thuhet në gjuhën popullore, ose atë gënjeshtrën me kuptimin metaforik dhe alegorik dhe me kuptimin e vërtetë të fjalës gënjeshtër. Me kuptimin e mashtrimit. Po, jo me kuptimin e mashtrimit, sepse gënjeshtra në Islam është ndaluar rrepsisht dhe domethënë profeti në një rast tha çdo gjë mund ta bëjë muslimane, po për të gënjur nuk gënjen. Edhe normalisht ajetet kuranore që flasin për mëkatin e gënjeshtrës janë të shumta dhe konsiderohet gënjeshtra një nga mëkatet më të rënda që bën gjuha e njeriu. Për këtë arsye domethënë nuk gjejmë as pak tolerancë në raport me gënjeshtrën në Islam, dhe se muslimani i vërtet duhet thotë vërtetën, sepse gënjeshtra faktikisht është edhe shtrembrim i asaj që ka krijuar Zoti. Ngjarjet e vërteta janë ato që Zoti ka krijuar, dhe në momentin që njeriu gënjen, ai domethënë transformon krijimin e Zotit, ndryshon krijimin e Zotit. Normalisht që njeriu mund të përballet ndonjëherë me situata të tilla që gënjeshtra mund ta shpëtojë dhe mund ta nxjerrë në selamet. Mirë, po kjo nuk do të thotë që lejohet gënjeshtra. Për këtë arsye Zoti thotë në Kur'an, edhe nëse është në dëmin tuaj, ju duhet thoni të vërtetën. Edhe nëse dëmtoheni ju apo familjet tuaja, ju duhet dëshmoni të vërtetën. I jini me të drejtën, folni të drejtën, thoni të vërtetën. Janë shumë ajete kuranore. Edhe nëse ka kostur, sepse shpesh njerëzit thotë mudesh të gënjeja, ose nuk isha rrugë tjetër, nuk isha zgjidhje tjetër. Absolutisht, dëgjoj, njeriu ka mëkatuar. E për shkak të këtij mëkati duhet bësh pagimin. Dhe normalisht domethënë është unë do të dëmtohesh, apo normal do të dëmtohesh sepse ti ke bërë gabim. Pra ti ke dëmtuar diçka, ti ke thyer diçka, ti ke pra një fjalë, një besë, ti ke bërë diçka gabim. Tani ai gabim do të kompensohet? Në momentin që njeriu nuk e thot vërtetën, atëherë ai gabim mbetet i pakompensuar dhe sado që njeriu të pendohet nuk mjafton. Për këtë arsye domethënë nuk gjejmë tolerancë faktikisht në Islam në raport me gënjeshtrin në asnjë mënyrë, dhe nuk ka asnjë tolerancë përveç rasteve dhe situatave specifike që me që e nisëm kështu domethënë kemi rastin kur është luftë, dhe normalisht këtu nuk bëhet fjalë. Kemi rastin kur po shkon një familje drejt shkatërimit, edhe këtu nuk bëhet fjalë, lejohet domethënë. Dhe kemi rastin e tretë kur bëhet fjalë për të pajtuar mes palëve, mes njerëzve, në rastin e pajtimit të gjaqeve, në rastin e konflikteve të mëdha që mund të jenë mes individëve, mes shoqërive, mes organizatave, mes shteteve etj. Në këtë rast, domethënë, nuk ka asnjë problem. Në raste të mirë caktuara nga shariati, nuk janë raste që mund të lërë hapësirë pastaj që gjithsesi interpretojë historinë e vet duke bërë analogjime. Absolutisht, madje për gjëra më interesante që gjen në Islam, dhe inshallah nuk u zgjatem te kjo temë, është se as në ëndër nuk lejohet njeriu të gënjejë, që do të thotë ty në Islam nuk lejohet që thuash kam parë filan ëndër. Qofse nuk e ke parë me të vërtetë. Edhe pse ëndra nuk është diçka që dëmton dikë, nuk ka pasojë. Por ka njerëz që me anë të ëndrës duan të instalojnë le të themi opinione të caktuara, mendime të caktuara dhe ideologji të caktuara tek pasuesit dhe tek masat. Ai thotë mua më kam parë në ëndër, thotë për shembull le të themi, siç ndodh me grupet e devijuara. Po, siç ndodh me grupet e devijuara për të mbajtur në trysni, në presion dhe për të bërë lavazh truri masave, thotë unë madje kam parë dhe profetin alayhis salam, kam parë dhe Zotin më ëndër, i cili më tha vazhdo se këtu janë të vërtetën, në drejtën e tjerë. Dhe kemi shumë raste se si grupet e devijuara dhe deviacionet justifikojnë devijimet e tyre ose ekstremizmat e tyre duke u arsyetuar dhe me ëndra. Thonë normalisht Islami ja ka prerë rrugën që është fillim dhe thotë kush e shpreh një ëndër të cilën nuk e ka parë
Zoti do ta dënojë në botën tjetër që të lidhi mes dy kokrave të grurit. Është e pamundur. Pra do t'i jepet si dënim ditën e Kiametit, dënimi i këtij njeriu do të jetë të lidhi mes dy kokrave të grurit. Është e pamundur. Ja, pamundur. Ky do të jetë dënimi i tij në Kiamet. I Zoti di se çfarë pret mbas Kiametit, pra se si do të jetë puna e tij. Pra ideja kush ishte, domethënë, ideja njeriu mund të mashtrohet edhe nëpërmjet ëndrave që vijnë prej djallit, i duket sikur po flet profeti, edhe sikur të jenë të drejtën e tjerë, po faktikisht ai s'ka lidhje me profetin, sepse ai që ka parë në ëndër nuk i ka as pak virtyte ose cilësitë tipare të profetit alayhis salatu wasalam. E rëndësishme, desha të them domethënë që deri këtu ka shkuar Islami për të thënë stop gënjeshtës, madje as në ëndër nuk bën. Për këtë arsye, nëse njeriu e edukon veten e tij dhe ushtron veten e tij për të qenë gjithmonë thënësit vërtetës, është një libër tek Zoti atje lart që quhet libri atyre që thonë vërtetën. Dhe po të regjistrohet njeriu në atë libër, do ta ketë mbar si në këtë botë, edhe në jetën e varrit, edhe në ditën e gjykimit, edhe në botë tjetër. Po është një libër, është një regjistër tjetër atje lart që quhet regjistri i gënjeshtarëve. Nuk të shkruhet emri atje herën e parë, as herën e dytë, as herën e tretë, as herën e katërt. Mirë, në momentin që bëhet zakon dhe tradit, atëherë futet emri në regjistrin e gënjeshtarëve. Edhe dihet se si mund të jetë përfundimi i këtyre njerëzve. Pra ideja ishte kur flasim këtu për gënjeshtrat e Ibrahimit alayhis salam, bëhet fjalë për disa thonjza gënjeshtra ose në kuptimin metaforik gënjeshtra, por faktikisht nuk janë as pak gënjeshtra dhe ne do t'i shohim. Faktikisht profeti alayhis salam e ka quajtur gënjeshtër dhe më njëherë ka sqaruar në mënyrë që dikush mos mendojë keq për një profet Zotit. Po mirë, profeti alayhis salam pse nuk gjeti një fjalë tjetër për të thënë, po tha gënjeshtrat e Ibrahimit. Do të shkojmë diku tjetër, ditën e Kiametit. Kur do të jenë njerëzit përpara Zotit, kur do të bëhet Kiameti dhe njerëzit do të presin se çfarë po bëhet. Pra do të jetë një kohë e madhe pritje se çfarë do të bëhet. Dielli janë të mbushur me djerës, problemet atje s'ka asgjë, thjesht çfarë do të bëhet dhe çfarë bën njerëzit, njerëzimi mbar. Shkojnë tek Ademi alayhis salam. Thon ti je i pari, domethën profeti i parë dhe njeriu i parë. Zoti të krijoi me dorën e tij, Zoti domethën të futi në xhenet, Zoti ty të zbriti në tokë. A mund të ndërmjetësosh tek Zoti që të fillojë gjyqi? Thot Ademi alayhis salam, thot un kam bërë mëkatin tim. Në xhenet e bëra mëkat dhe më vjen zor, kam turp prej Zotit tani të ndërmjetësoj. Shkoni tek dikush tjetër, shkojnë tek Nuhu alayhis salatu wasalam. I thon o Nuh, ti je pejgamberi i parë me kuptimin e plot të fjalës pejgamber, se profet dhe pejgamber ka qenë Ademi alayhis salam, po me kuptimin e plot që ka pas jo besimtar dhe besimtar, pra si institucion profetik ka qenë Nuhu alayhis salam. Thon ti je pejgamberi i parë, pra i dërguar i parë i Zotit në tokë, atëherë bëj një ndërmjetësim tek Zoti që të dahet gjyqi, si më thon të fillojë diçka, të bëhet diçka, se situata është e papërballueshme. Thot Nuhu alayhis salam, unë thotë kisha një rast dhe atë ja kërkova Zotit tim dhe unë vjen zor. Kam konsumuar se thua lutjen ose rastin tim. I thon po shkoni tek dikush tjetër, shkojnë tek Ibrahimi alayhis salam, këtu vjen ngjarja. Thot i thonë Ibrahim, ti je Khalilullah, pra i dashur i Zotit, mik i afërt i Zotit, pa cilësi të veçantë. A ka mundësi që ti të bësh ndërmjetësues tek Zoti që të fillojë të paktën gjyqi? Tha un kam gënjur 3 herë. Un kam gënjur 3 herë. Kështu që edhe profeti alayhis salam tha gënjeu Ibrahimi dhe më njëherë sqaroi, përdori pikërisht dhe fjalën që do të përdori Ibrahimi. Tani a mund të quhet kjo gënje? Tham që ajo që ka thënë Ibrahimi nuk quhet gënjeshtër. Po pse Ibrahimi për veten e tij tha un kam gënjur 3 herë? Për 2 arsye. Arsyeja e parë, pozita që kanë profetët tek Zoti i gjithësisë është shumë e lartë. Dhe profetët nuk e analizojnë veten e tyre siç e analizojnë njerëzit e zakonshëm. Ndjeshmëritë janë më të larta. Komunikimi me syret e Zotit është më i lartë. Është si puna e dikujt që e ke shumë të afërt, ai një shenjë, një sinjal më dën të vret më shumë se dikush që mund të ofendojë dhe të shaj. Si puna e atij që ta kur i gjujtën me gur dhe i erdhi një miku i tij dhe i gjujti me lule, nuk deshi ta gjujë me gur, siç po i gjujshin të gjithë njerëzit. Edhe kur mbaroi punën dhe pyetën than, "Ora, kush gjujti më fort?" Tha filani. Po than ai gjujti me lule, jo tha ai pikërisht ai mbrau më shumë. Pra dua të them që pozita e profetëve tek Zoti është aq e lartë sa që ai ta un kam gënjur. E para dhe e dyta, urtësia e Zotit ishte që edhe Ibrahimi ti përcjelli njerëzit, do të shkojshin tek Musa, do të shkojshin tek Isa dhe duhet shkoshin pastaj tek, po mirë po duhet përdorte një arsye, Faktikisht kush janë këto 3 gënjeshtra?
që ndalin pastaj te ky hadith. Pikërisht na tregon ngjarjen sepse profeti nuk la shumë kohë për t'ju shpjeguar dhe ju. Jo, po e bën qëllimisht sepse do ta japim pastaj. Një nga gënjeshtrat që përdori Ibrahimi alayhis salam ishte kur populli shkuan në një festivali i idhujve quaj, edhe dilnin të gjithë si popull nga qyteti, dilnin në një pllaj të madhe dhe atje festonin, bën një festival për idhuj. Rritet pagane. Dhe dilnin të gjithë. Ibrahimi alayhis salam i than eja dhe ti me ne, tha jo, unë nuk jam mirë, jam smur. Nuk jam mirë. Ai tha jam smur me kuptimin nuk jam mirë shpirtërisht që të vi me ju. Rasti i parë, pa nuk pranoj që të shkonte në rritin e tyre ose në festivalin e tyre. Rasti i dytë, kur erdhën populli nga festivali, Ibrahimi alayhis salam kishte marrë një spadë dhe gjithë idhujt i kishte qëmtuar përveç atij më të madhit. Atij më të madhit ja vari sopatën në qafë, edhe kur erdhën njerëzit thanë kush e bëri këtë gjë me zotat ton? U menduan, thanë, është një djalosh që ja thonë emrin Ibrahim. Tani populli po fliste me, si më thënë, njerëzit mes veti. Ai është i vetmi që i përmend jo për mirë zotat idhujt. Kështu që shkojmë ta pyesim. Kur e morën Ibrahimin alayhis salam dhe e pyetën. I thanë, ti e ke bërë këtë gjë? Tha, pyesni të madhin, më duket se ai e ka bërë. Ky i madhi ka prerë tjerë dhe spatën e ka varë. I thanë ata, po si ky i madhi, ky është statuj, ky as nuk flet, as nuk shikon, as nuk lëviz. Po mirë, tas, ju si adhuroni diçka që e keni gdhendur vetë dhe adhuroni si Zot. Kjo ishte e dyta. Dhe e treta është pikërisht kjo që ngjarja që ka ndodhur me pejgamberin e Islam, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Faktikisht transmetimin e jep Ebu Huraira radhiyallahu ta'ala. Përsëri Ebu Huraira me rrëfimin profetik. Ebu Huraira është prej sahabëve që kanë transmetuar shumë hadithe nga profeti alayhis salam, duke qenë se nuk i është ndarë profetit në vitet e fundit të jetës, pejgamberit alayhis salam, edhe duke qenë se Ebu Huraira nuk është se ka pas ndonjë angazhim, gjithmonë rrinte në xhami dhe nuk i ndahej profetit alayhis salam. Se më thon Zoti e kishte bërë të atill që ti ishte vetëm si më thënë, memorizues i fjalëve të profetit, dhe faktikisht ka dhe një mrekulli e Huraira në raport me memorizimin e fjalëve të profetit. Profeti alayhis salam ishte unë një ditë me shokët e tij dhe tha, kush e bën këtë veprim, një veprim të caktuar, fjalët e mia do t'i dëgjoj dhe nuk do t'i harroj kurrë. I vetmi nga të gjithë njerëzit këtë veprim e bëri Ebu Huraira, zgjatja e izarit të tij, dhe thotë Ebu Huraira, tha profeti mblidhe, pra e zgjati, pastaj e mblodhi. Tha Ebu Huraira mbas asaj dite, çdo fjalë që e kam dëgjuar nga profeti alayhis salam e kam mësuar përmendesh. Ebu Huraira pra është transmetuesi i ngjarjes, thotë pejgamberi alayhis salam, pra ishim një ditë ulur me profetin alayhis salam dhe tha Ibrahimi alayhis salam ndër thojza pra gënjeshtrat e tij është rasti kur emigroi në Egjipt. Kur emigroi në Egjipt, ai emigroi bashkë me bashkëshorten e tij Sarën. Sara ishte shumë e pashme dhe e hishme. Dhe normalisht Ibrahimi alayhis salam kur futet në Egjipt si emigrant dhe për të ftuar njerëz në fenë e Zotit, shkon lajmi tek mbreti, i cili, domethënë kush vinte i huaj dhe kishte të njëjtën situatë të ngjashme me atë të Ibrahimit, e arrestonin dhe kërkonin që të kalonte net me mbretin. Por me kushtin qofse ajo, domethënë, është bashkëshorte e personit, se po të ishte familjare jo. I arrestojnë edhe i pyesin në vete dhe i thonë, kush është kjo? Thotë Ibrahimi është motra ime. Ibrahimi e dinte këtë pjesë që te ky mbret, nëse transmetoi si familjare të shpont. E lirojnë Ibrahimin dhe ndërkohë që po ikin Ibrahimi i flet Sarës në gjuhën e tyre dhe i thot, do të pyesin, po mos më nxirr gënjeshtar, se unë një thash ti e motra ime, se sot në tokë nuk ka besimtar përveç meje dhe teje dhe ne jemi vëllezër në besim. Pra vlla e motër në besim. Pra jemi në rregull me fjalë. Shkon e pyesin Sarën dhe ai thot, po jemi motër e vlla. I lirojnë. Mirë po Sara ishte aq e hishme dhe e rrallë, domethënë paraqitjen e saj, saqë
mbreti e shkeli atë ligjin që kishte bërë vetë, domethënë dhe e fton për herë dytë. Atëherë i thot Ibrahimi alayhis salam Sarës, thot ne nuk kemi rrugë tjetër vetëm se lutje dhe duan. Ndërkohë që thot ti do të futesh atje, unë do të filloj namazin. Dhe si më thon Ibrahimi alayhis salam filloi të falej dhe Sara përballet me mbretin. Në ato momente Sara i ngren syt nga qielli dhe duart nga qielli, thot o Zoti im, më ruaj mua nderin tim, sepse unë jam vetëm për burrin tim, nga ky zullumçar, i jepi një shenjë. I afrohet dhe fillon të dridhet, ai të paralizohet. I tha çfarë jeti? Tha njeri. Jo, tha ti nuk je njeri. Tha lutë Zotin që të më liroj nga paraliza se s'do të bëj keq. Ju lut Zotit, u çlirua. Ju afrua prap. Ju lut Zotit, u bllokua. 3 herë. Pastaj tha më nxirrni se ky nuk është, kjo që më keni sjell nuk është njëri, është djalli vetë, është shejtani vetë. E lirojnë. Mirë po ai e kuptoi që nuk kishte të bënte me djall kjo lloj situate. E tha do t'ju shpërblej, edhe ju dha me vete një shërbëtore të tij që quhej Haxher. Haxhera, e cila do të ishte më pas bashkëshortja. Haxhera, e cila do të ishte edhe më pas historinë vetë, do të ishte, si më thën, konkurrentja e Sarës në raport me jetën familjare të Ibrahimit alayhis salam dhe i lejnë të lirë. Pra ideja kush është, domethënë profeti Ibrahim alayhis salam u ndodh përballë një situate që ishte mbrojtja e nderit të tij. Dhe normalisht, domethënë ai gjeti atë që quhet në gjuhën e librave islam teorie. Teorie do thotë me një fjalë, thua një fjalë me dy kuptime. Dhe lojra fjalësh. Edhe për të mos gënjur, po edhe për të ruajtur domethënë. Edhe faktikisht domethënë çdo një që dëgjon këtë gjë dhe këtë histori absolutisht nuk shkon mendjen e tij se Ibrahim ka gënjur. Sepse bëhet fjalë për nderin e familjes dhe në fund fare njeriu për familjen e tij duhet të sakrifikojë gjithçka e jo më një gënjeshtër. Faktikisht kjo ngjarje ka edhe një gjë shumë interesante brenda. Është fakti i nderit, sa i rëndësishëm është ai për jetën e një muslimani. Dhe se shthurja seksuale ose prishja e nderit, ne në gjuhën islame e themi nder, por faktikisht është ky që i thon sot revolucioni seksual, modernizmi seksual. Faktikisht është një mënyrë për të robëruar dhe skllavëruar mendjet e të rinjve dhe të popujve. Sepse në momentin që njerëzit i jepen pas epsheve dhe nuk bëjnë atë kontrollin dhe ndarjen e mirë të gjërave për sa i përket kënaqësive epshore, atëherë njerëzit domethënë do të kesh shumë të lehtë të zotërosh mendjet e tyre, aftësitë e tyre, fuqitë e tyre, energjitë e tyre, sepse do të shkojë gjithë situata në epsh. Për këtë arsye domethënë ne jemi në një kohë sot, bile po lexoja gjatë një studimi sot, thoshte domethënë fertiliteti në Evropë ose edhe pjesa e meshkujve le të themi është në rënje ekstreme. Pse? Sepse njerëzit duke parë gjithmonë të këqija, duke qenë imoraliteti dhe zinaja e haptas, çdo gjë e lejuar, ka shkuar puna deri në atë fazë që lejohet brenda të njëjtit seks, lejohet martesa brenda një seks, çdo gjë mund të shihet, çdo gjë mund të provohet etj. Dhe kjo ka çuar në le të themi në një lloj regresi të brendshëm që njeriu fillon edhe kufizohet nga natyrshmëria e tij. Pra nuk ka më dëshirë njëri për të martuar, edhe ata që martohen në një kohë të caktuar nuk kanë dëshirë më me bërë fëmijë. Pra ka humbur ai sensi i familjes. Fjala nder është fjalë e huaj, fjalë nuk gjendet nëpër fjalore, fjala nder. Domethënë nder me kuptimin e ndershmërisë, me kuptimin që njeriu duhet të ruajë nderin e familjes, femra duhet të jetë e ndershme, është koncept i çuditshëm domethënë. Madje un po shihja në një nga televizionet shqiptare, televizionet shumë prestigjioze dhe të njohura, një vajzë i shkruan moderatorës së një emisioni se ndjeje fajtore që kishte bërë imoralitet, kishte bërë zina. Ndjeje fajtore, i dukej asaj, me sa duket është ai natyra e pastër e njeriu, i dukej asaj sikur gjithë e din, sikur gjithë edhe ishte shumë e vrarë shpirtërisht. Pesha e fajt, mëkatësh. Është çështje natyrshmërie, domethënë femra është e krijuar natyrshëm do të jetë keq. Për të qenë për një mashkull, për të pas një familje. Dhe kjo moderatorja që domethënë i kthehet ashpër
keq në një gjuhë shumë të pisët, shumë keq i kthehet, ç'është kjo ku jeton duke konsideruar si prapëmbetje si mangësi. Akoma pas ka në Shqipëri mendësi të tilla, çfarë mëkati ka bërë, shumë mirë domethënë subhanallahu, domethënë transformim total i të natyrshmës në objekt diskutimi. Kjo është gjë e natyrshme. Dhe nëse I kthehemi ngjarjes së Sarës për të marrë dhe mesazhet dhe për të bërë fare paralelizmi, nëse Sara do ishte dorëzuar, do ishte kthyer pas një robëresh shumë të ulët të atë mbreti. Mirpo gjën e parë që bëri ju mbështet Zotit. Pra, sa rëndësishme është të rezistojmë situatave tunduese. Ndoshta nuk kemi në pozitat e tilla, pra kaq të rënda, po pozita disi të ngjashme, dikush flirton për një vend pune, dikush për një pasuri më të madhe, dikush për një pozitë pak më të madhe dhe njerëzit dorëzohen. Sa rëndësishme është që të rezistojmë dhe t'i kthehemi Zotit për të qenë pastaj si thua, mos qenë të rroburuar, por të qenë të shlirët. Ti e the shumë mirë, ty Zoti shpërblefte, duhet të rezistojmë që mos të shitemi për një vend pune etj. Ndërkohë që ne dimë ngjarje që vetë propozojnë për një vend pune. Shkojnë për tu intervistuar dhe intervista apo se kthehet intervista fillon intervista me fjalinë unë bëj për unë nuk them jo për asgjë. Kështu fillon intervista pa filluar asnjë pyetje. Unë nuk them jo për asnjë gjë. Çfarë jetë është kjo? Kjo është skllavëri e shekullit 21. Do të thonë, kjo femër unë nuk e di pse jeton pastaj. Në momentin që e nis fjalinë e saj, këtë e kam me shumë raste, me njerëz që I friksohen Zotit, po nga që nuk ka ditë femra përballë se me kë ka të bëj, ka menduar se është sikudo, fjalia e parë që ka thënë është unë nuk I them jo shefit për asgjë. Kurse ajo që thua ti të rezistoj, mund të ketë para raste të tilla, absolutisht, sepse ne nuk lejohet që të themi e keqja ka pllakosur, po mund të ketë raste të tilla, edhe duhet të rezistojmë. Unë them se rezistenca duhet të jetë nga të dyja palët. Pra nuk është thjesht rezistenca nga ana e femrës, nëse joshet, nëse I ofrohet si shkëmbim për një vend pune, po duhet të ketë rezistencë nga djem, nga meshkujt, sepse është e njëjta situatë. Domethënë mund të provokohen, mund të jenë situata të tilla që po faktikisht kjo e para, si më thënë, pamja e parë, figura e parë është më masive, më pllakuese, ku femrat, domethënë ju kërkohet, le të flasim atë gjën më të mirë që mund të mendohet, ju kërkohet një gjë e tillë në mënyrë që të zëjë një vend pune ose për shkak të një note të mirë, rezultate të mirë etj. Për këtë arsye, gjëja më e mirë që duhet bëjë njeriu në të tilla situata të kërkojë ndihmën e Zotit. Jusufi alayhis salam, kur u përball me një situatë të tillë, çfarë tha? Me Allah, o Zot më ruaj. Kur u përball për herë dytë, prap I kërkoi ndihmën e Zotit. Pra, njeriu domethënë sado që të ketë forcë, besimi etj, kur përballet me një situatë të tillë, të ndihmit të tillë, e ka shumë vështirë të përmbahet. Për këtë arsye edhe Zoti në Kur'an, kur e ndaloi immoralitetin, asnjëherë nuk tha, o ju që keni besuar, mos bëni immoralitet. Po çfarë tha? O ju që keni besuar, mos ju afroni. Që do të thotë njeriu nuk kalon në immoralitet, po njeriu bën sebepet dhe shkaqet edhe përfundon aty. Për këtë arsye, domethënë njeriu duhet të jetë shumë I kujdesshëm, duhet ta ruaj veten dhe jo vetëm të ruaj veten, por të ruaj edhe shkaqet që e çojnë aty. Dhe unë mendoj se shkaku kryesor është ti kërkosh Zotit të ruaj, të japi një ambient të mirë, një shoqëri të mirë, edhe ta kujtosh Zotin në çdo moment. Ta kujtosh Zotin në çdo moment se si tha në surën Yusuf, laula ara burhana rabbi. Yusufi pa një shenjë nga Zoti. Sepse Yusufi u tundua. Nuk mund të ketë mashkull që nuk tundohet. Ashtu si edhe femra mund të tundohet me një mashkull. Wa hammat bihi wa hamma biha. Ajo u tundua me Jusufin, po edhe Jusufi u tundua me të. Jusufi I kërkoi mbrojtje Zotit, sinqeriteti I tij dhe Zoti I dha një sinjal. Kush ishte sinjali? Laula ara burhana rabbi. Thuhet në komentin e kësaj fjale, thuhet Zoti I paraqiti në tavan figurën pamjen e tjatit të tij. Ai e kuptoi se duhet mu tërheq. Pra Jusufi alayhis salam I kërkoi mbrojtje Zotit. Sinqeriteti I tij dhe pastërtia e tij, sinjali që I dha Zoti u tërhoq. Domethënë shumë e vështirë. Dhe si pjesë e konsideron si kapitull të mbyllur që nuk ndikohem më nga femra, se unë jam besimtar për vite. Kanë ditur shumë mirë
kanë një shprehje arab, thon arife min kelbul ketif. E kanë ditë shumë mirë se nga hahet shpatulla. Dhe e kanë ditë shumë mirë se si mund të robërohet njerëzimi. Mënyra më e shpejtë për të robëruar brezin, për të robëruar njerëzit është ana seksuale. Për këtë arsye është mshuar me të madh. Për këtë arsye shihet një femër e cila don le të themi ne, siç themi për shembull, don të ruajë nderin ose don që të jetë vetëm për një mashkull, quhet e prapambetur, e pa civilizuar, pa emancipuar, nuk e njeh jetën, nuk i tash. Çfarë keq që kam i fjala, kupton? Si puna saj moderatorës në këtë emision që unë përmenda, domethënë. Ku është problemi? Akoma pas ka mendësi të tilla. Shqipëria nuk është bërë akoma gati për Europë, përderisa pas kemi në mesin e shoqërisë tonë femra që ndjehen fajtore pse kanë bërë immoralitet. Po pse ti më zonjë, ti më moderator, ti ndjehesh krenare? Ti ndjehesh krenare, po ne nuk ndjehemi krenare. Dhe çdo njeri normal, edhe po nuk qenë musliman, nuk ka lidhje. Njeriu normal nuk ndjehet krenare. Zoti e ka krijuar me këto lloj parametra, me këtë natyrshmëri. Domethënë, kështu që kanë ditë shumë mirë se si ti afrohen, dhe se si ta robrojnë, dhe se si ta hutojnë, le të themi, brezin dhe shoqërinë në mënyrë që të arrijnë synime që dihet, domethënë komercialiteti, smundjet, janë shumë gjëra të cilat lidhen me njëra tjetrën që vijnë si pasojë e shturjes. Efekti domino pasaj që pasi bie nderi, pastaj bien të gjitha. Është efekt që shtrihet në shumë le të themi deje të jetës edhe të shoqërisë. Hoxha, kthehemi pas pak pas një shkutje të shkurtër. Miq, shihemi në pjesën e dytë pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë miq dhe po flasim për ngjarjen e titulluar Gënjeshtrat e Ibrahimit alayhis salam, me cilën ne shpjeguam këtë pjesë metaforike dhe ku qëndron urësia e kësaj ngjarje. Ndërkohë si thua, shpesh gjendemi përballë situatave, ndoshta jo të ngjashme, por se që kanë një farë lidhshmërie, pra dikush dëndohet nga ana e pshore, dikush nga ana pasërore, dhe shpesh bën ato llogarit çfarë përfitoj dhe çfarë humbas nëse e le ose e zgjedh këtë situatë. Shumë interesant. Në këtë rast Sara refuzoi, po themi, mbretin, rezistoi për nderin e saj dhe pas kësaj Zoti ja kompensoi që në këtë dynja ata morën pastaj një dhuratë dhe morën ishin të lirë, pra. Kjo më kujton me atë që është të thënë në Islam, men taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran min. Kush e lën diçka për hir të Zotit, Zoti qysh këtu në këtë botë do të kompensojë me diçka që është më e mirë. Sepse shpërblimi i Zotit, domethënë, shijohet dhe ndihet në shumë raste edhe në këtë botë përpara botës tjetër. Ashtu siç edhe ndëshkimi i tij në shumë raste vjen dhe fillon qysh në këtë botë përpara botës tjetër, në shumë raste, jo gjithmonë. Kështu që është një mesazh shumë interesant ky që të themi që duroni për hir të Zotit, vetë përmbahuni për hir të Zotit dhe mendoni dhe besoni se Zoti ma do t'ua kompensoj me atë që është më e mirë se kjo që ju po humbni. Nëse themi duroni, hoç, a shpesh sprovat se sekreti sprovën se mund dalemi, është tek hera e parë, tek fillimi dhe pastaj Zoti na e lehtëson, apo si thua, sepse ndonjëherë njeriu bën një llogari që nuk durohet gjithë jetën, si thua, nuk mund duroj vazhdimisht. A ka diçka të tillë që nëse durojmë fillimisht, Zoti na e lehtëson pastaj? E di si është puna, në momentin që njeriu për hir të Zotit duron, Allahu ja mundson që të ndjej diçka, një lumturi, një shije në vetveten e tij që është shumë më e madhe se sa ajo që ka humbur. Kjo është e provuar në përgjithësi, sa herë që kemi pas probleme dhe na është, domethënë, dhe jemi tërhequr për diçka vetëm se është haram apo e ndaluar, kjo tërheqja për hir të Zotit, fakti i tërheqjes për hir të Zotit, menjëherë nuk ka nevojë 2 ditë, 5 ditë, mas një jave. Flas për pjesën shpirtërore që është më e rëndësishme. Zoti në moment ty të jep një lloj ndjesie, një lloj kënaqësie, një lloj ëmbëlsie në shpirt që s'blehet me para dhe nuk ka asnjë lloj gjëje vlere përpara saj. Megjithatë Zoti nuk të lën me kaq. Zoti ta jep edhe diçka tjetër plus. Se ti po bëre mirë, Zoti ta shpërblen me të mirë, edhe diçka tjetër plus, sepse ky është premtimi i Zotit. Kështu që ne aty është, unë mendoj se gjithë sfida është tek hera e parë, tek momenti i parë. Pse? Sepse, njeriu mund ta bëjë një gabim edhe mund të pendohet herën e 5. Ti je i sigurt se pendimi, masi e ke bërë diçka 5 herë, është shumë i vështirë se sa pendimi, shumë i vështirë se sa herën e parë. Herën e parë ke shumë mundësi të rriqesh shpejt.
dhe mos ta bësh. Ndërsa nëse të shbër rrugë, të shbër traditë dhe zakon, atëherë shkon edhe në pamundësi ndoshta, sepse mund të bëhet si pjesë e jetës tij, Zot na ruaj. Ndërkohë kemi rastin këtu ku dhe profetët, sepse Ibrahimi ishte Halilullah, ju thotë i dashur i Zotit, pra një pozitë që ndoshta profetët e tjerë nuk kanë pas lloj emërtimi. Përveç profetit alayhis salam, përveç profetit Muhammed, dy profetë kanë pas këtë titull. Ibrahimi alayhis salam dhe pejgamberi. Sprovohet në një sprovë shumë të rëndë, shumë të vështirë. A do thotë që dhe besimtarët dhe profetët ndoshta nuk kemi, jo ndoshta profetët nuk kemi mesin ton, po kemi mesin ton njerëz që i konsiderojmë besimtarë dhe mendojmë që kanë pozitë të mëdha tek Zoti. Edhe këta njerëz sprovohen, pra si është raporti i sprovave me njerëzit e zgjedhur të Zotit? Absolutisht, njerëzit që janë më të sprovuar të Zotit janë profetët, edhe më pas ata që janë më të ngjashëm me profetët. Kështu që Zoti i Madh sprovon njeriu në sajtë e imanit dhe besimit të tij. Sepse Zoti i Madh din se sprova për këta njerëz nuk i largon prej Zotit, përkundërzi i afron më shumë tek Zoti i gjithësisë, sepse ata din ta përkthejnë sprovën. Pra e përkthejnë sprovën si një urtësi e Zotit dhe një shkak më shumë për të ngritur tek Zoti i gjithësisë. Nuk janë si njerëzit e rëndom, cilët mërziten, cilët mallkojnë, cilët thonë po çfarë kam bërë unë, çfarë të keq që kam bërë unë, po unë. Njerëzit e zgjedhur të Zotit e kuptojnë sprovën si një moment për frute më shumë, si një moment për të ngritur më shumë. Si më thënë, në jetën e zakonshme. Një njeri që të marrë një rrogë më të mirë, çfarë duhet bëj? Duhet bëj kurse profesionale, kurse specializimi. Mirë, po këto kurse e specializimit kanë kosto? Kanë kosto. Mirë, po në fund të kursit, ky merr diplomën e çon tek puna, i rritet. Nëse bën master dhe e çon diplomën, i rritet. Nëse bën doktoraturë dhe e çon diplomën, i rritet. Pra që lloj gradimi her pas here me sprova të ndryshme. Domethënë këta njerëz që gradohen le të themi, patjetër duhet të kalojnë disa sprova, provohen, pastaj shkon. Domethënë normalisht Zoti takon shembull më i lartë, po them në këtë botë funksionon kështu. Pa i njëjti ligj është edhe tek Zoti i gjithësisë. Zoti në vërtet me dikë sprovon, mirë po ka përgatitur për të diçka që është më e mirë. Kështu që mos presim, mos kemi sprova, është e pamundshme mos pas sprova. Dhe çdo njeri e ka sprovën sipas modelit që ka, sipas tipit që ka, sipas imanit që ka. Ndonjëherë sprova mund të jetë me dhimbje, ndonjëherë sprova mund të jetë me ëmbëltim. Domethënë ashtu siç mund të jetë për shembull sprova me një fatkeqësi, me një problem, mund të jetë dikë që s'ka asnjë hall. A do të jetë ky falendërues ndaj Zotit apo jo? I shton mirësit, i shton ky falënderim ndaj Zotit apo jo? Ndërkohë gjejmë këtu Ibrahimin alayhis salam, i cili i mbështetet Zotit me namaz. Dhe shpesh namazin e falim janë farzet, ndoshta sunetet arim të falim, po në këtë botë kuptim e trajtojmë namazin. Ndërkohë Ibrahimi alayhis salam këtu namazin e përdor si mbrojtje e nderit të tij e familjes së tij. Si ta përdorim dhe në namazin në situata sprova, në situata të vështira. Unë mendoj se kjo që ka bërë Ibrahimi alayhis salam është një orientim për çdo besimtar dhe besimtare në momentin e sprovave të mëdha. Dhe ne gjejmë, domethënë pejgamberin alayhis salam, kur ishte në situatë lufte, në probleme të vështira, thoshte të falim namaz, që të qetësohet shpirti. Namaz çdo të thotë fjala namaz. Namaz do të thotë ti komunikon direkt me Zotin, që pra flet me Zotin. Dhe në fund fare nuk mund të ketë në botë dikush që mund ta largojë këtë lloj situate që është e shkruar prej tij, vetëm sa ai që e ka krijuar. Domethënë namazi, si më thon, kur jeni namaz jeni direkt në komunikim, jeni pragun e tij, jeni derën e tij, jeni altarin e tij, jeni komunikim të drejtë për drejtë me Zotin. Dhe normalisht, domethënë, ti hallin që ke më mirë se t'ia qash Zotin, kujt do t'ia qash domethënë. Dhe normalisht, domethënë, namazi këtu kuptojmë që është forcë e madhe dhe fuqi. Domethënë nuk fillen namazi që ti demoralizohesh asnjëherë, sepse ti beson se ka i Zot mbi hallin dhe problemet. Pastaj për këtë arsye kanë thënë, domethënë, mos thuaj sa problem ose hall të madh kam, po thuaj hallit dhe problemit un kam një Zot i cili zgjidh gjithçka. Pra Zoti i Madh zgjidh gjithçka, në dorën e Zotit është gjithçka. Dhe në momentin që ne jemi në namaz dhe i lutemi Zotit, atëherë Zoti i Madh kurrë nuk do të na tradhtojë, sepse Zoti ka thënë, unë nuk e kthej durët bosh njeriu, durët, jo namaz, më fal, po durët nuk ja kthej bosh. E jo më që njeriu të fali namaz, të lutet Zotit namaz, të lexoj Kur'an, të bjerë me ballin sejdë, absolutisht Zoti nuk do ta tradhtojë kurrë. Po ka një problem njeriu. Problemi është se sa njeriu e beson këtë gjë.
Duhet jemi të bindur Pra njeriu në atë moment që ka sprovën, i shkon mendi tek namazi, apo thotë këtë marr në telefon. Okej, ti merr në telefon, intereso, po kjo nuk do të thotë që të lesh mas dorë namazin. Namazin lutju Zotit xhelaluhu. Edhe gjëja më e mirë që mund të bëjë njeriu në situata të tilla është namazi i natës. Çohet natën pas një lloj arsye vetëm se për Zotin e gjithësisë, edhe për hallin dhe për problemin që ka, siç thot pejgamberi alayhis salatu sallam, në momentin që mbetet 1/3 e fundit e natës, Zoti i gjithësisë zbret qiellin e dynjas dhe thot: "A ka ndonjë njeri që ka ndonjë hall, që ka një problem, që ka ndonjë shqetësim që unë ti përgjigjem atij për hallin dhe për sikletin që ka?" Vjen dikush tek një hoxh i madh dhe i thot: "Kam një hall, kam një siklet." I thot: "Cili është halli jot o biri?" Thot: "Më janë mbyllur të gjitha rrugët." Edhe nëse nuk e zgjidh problemin, ishte kohë ikindije. Nga sot i thot deri nesër mëngjes thot, ka rrezik të më internojnë. Shpota ka pasojë. Të më internojnë. Ta nxirrnin. I thot ai hoxha i madh i thot: "O biri thot, a t'jap numrin e Zotit, flasësh direkt me Zotin." Po ky që kishte hallin ishte hoxh për vete, ndërsa ishte hoxh më i madh. I tha: "Mos u tall", tha po. Tha e kam sinqerisht tha. Si tha, çfarë po thuaj tha? Tha numri i Zotit tha është 222. Si tha 222? Tha çohu në orën 2 të natës. Fali për Zotin e Madh 2 rekat namaz. Edhe lutju Zotit. Bëj dua. Tha dhe ke për ta parë se çka për të ndodhur. Tha o biri tha, a kupton që t'janë mbyllur të gjitha rrugët? I ka tha, mirë po më ngelin mendje. U çova tha në orën 2 të natës. Fala 2, sa i dyshi nuk ishte thjesht i dysh, po fal, domethënë çon 2 rekat, 2 simbolika e 2 rekat. Tha ju luta Zotit. I tha 2, tha në orën 2 rekat me 2 pikaloti. U çova tha në orën 2. I fala 2 rekat namaz. Dhe qapa tha. Situata ishte shumë e keqe. Kur shkoj të nesër më tha, ka ndodhur në këtë kohë, kjo nuk është ngjarje nga sahabët. Ka ndodhur në këtë kohë. Dhe personi është gjallë që tregon gjë, besoj se është gjallë. Thotë shkova të nesërmën, kur e mori dosjet personi që do ta merrte, do bëhet fjalë në një vend diktatorial. Thotë kur e mori dosjen, tha pas ke kapur në një lart, sa e dinte situatën. Po i thash tha, kam folur me dikë që është lart. Po tha se po e shoh. E merr ai dosjen, e kalon të gjithën, e firmos dhe mbarohet. Domethënë ideja është sa raste ka të tilla, domethënë që me një takim me Zotin, një kohë speciale, sepse namazi natës është kohë speciale, sepse në fund fare nuk mund ta zgjidhë këtë hall askush tjetër përveç Zotit xhelaluhu. Edhe kjo po të provohet, them që ka për të pas rezultate, edhe për ata që s'kan fëmijë, edhe për ata që kanë probleme, edhe për ata që kanë ngushtime në jetë, edhe për ata që kanë falimentime, kanë probleme me shkollë, le ta provojnë këtë 2 se inshallah ka për të bërë dobi, inshallah. Pra namazi veçanërisht namazi i natës dhe në mënyrë specifike pastaj një namaz i cili, siç u thatë, të paturit bindje se drejtimi tek Zoti është zgjidhja më e mirë dhe është përfundimi më i mirë. Zoti shpëletosh për gjithçka që na tregon. Zoti nderoftë edhe juve. Pra miq, ishte ngjarja e Ibrahimit alayhis salam, i cili u sprovua rënd, u sprovua në familjen e tij dhe menjëherë ashtu siç i takoni profeti, ju drejtua Zotit duke qenë i bindur tek zgjidhja më e mirë që Zoti do i jepte dhe në këtë rast pashortja e tij Sara, duke rezistuar kësaj sprove, më pas Zoti i nderon dhe ja kompenson këtë lloj, po themi këtë lloj sprove që në këtë dynja, duke i nderuar dhe duke e bërë këtë ngjarje të tyre si një mësim dhe një nderim që ne e mësojmë historinë e tyre sot e deri në ditën e gjykimit dhe përfitojmë prej saj. Zoti shpëlef që na ndoqë dhe uroj që të kemi përfituar dhe të kemi marrë mesazhe të cilat na takojnë ne në ditën e sotme, pasi përballemi me sfida ndoshta jo të njëjta në formë, por se të njëjta në mesazhet dhe në përmbajtjen e saj. Miru takofshim, selam aleikum. Mm-hmm.